Përshëndetje të dashur miq të mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të nisur maratonën e komentimeve në ditën e sotme. Sot do të nisim për të komentuar çiftin më të dashur tuaj, çiftin që në fakt ju ka futur në një siklet jashtëzakonshëm, që ju dëshironi të dini çdo gjë rreth tyre. Keni shumë pyetje në fakt për një ndarje të mundshme, një ndarje që ka ndarë publikun në dy akse. Disa e besojnë si ndarje, disa nuk e besojnë si ndarje, e quajnë si një moment i menduar, si një moment i analizuar, i biseduar në tavolinë, vetëm e vetëm për klikime dhe për të qenë në qendër të vëmendjes. Do të thënë, ka patur komente të ndryshme rreth ngjarjes që në fakt po komentohet ja 3 ditë me radhë, le ta themi, mes Brikenës edhe Mateos. Tani pyetja më e madhe e publikut është kjo. Pse Tiron, Brikena dhe Mateo nuk dalin në Instagramin e tyre, sepse janë aktivë, po do me thënë janë duke bërë një lëvizje që nuk kupton që nuk janë ndarë. Nga që përfitojnë nga vëmendja e publikut, tani i gjithë publiku është me vëmendje tek ato dhe ato sjellin story të ndryshme, për shembull Brikena sjell një story provokuese, që kam parë në për komente edhe mbrëm gjatë një live, do me thënë që kisha për showbizin, pas që kishte një lloj agresioni kundër drejt Brikenës, që përse Brikena ta përdorën këtë momentin në vend që të na sqaron se çfarë ndodhen, ajo vazhdon dhe provokon edhe më shumë për të mos e kuptuar ne të vërtetën e madhe, sepse publiku është që i ka mbështetur, publiku është që i ka dashur, publiku është që i ka mbajtur në skenë, dhe unë e kam thënë gjithmonë, unë uroj me shpirt edhe me zemër që të paktën njëri prej të dyve të flet, sido që të jetë e vërteta, qof një e vërtet e hidhur, qof një e vërtet e bukur, qof një e vërtet për humor, rëndësi ka që publiku të ketë një pasqyrë të gjës se çfarë ndodh, sepse pastaj ajo dashuria e madhe rezulton që edhe mund t'ju kthehet në formë negative, që publiku do të thënë të krijon një pasqyrë të keqe për të dy, edhe pse në fund të ditës do të thënë nuk janë personazhe që janë për të urryer, por janë personazhe që janë për të duar trokitur. Shumica e ndjekësve mund të thonë, ok, po ato janë fytyra publike, jeta e tyre është private, po pikërisht pse janë fytyra publike, duhet të kenë një sqarim për publikun e tyre se çfarë realisht po ndodh në jetë. Tani unë nuk besoj të kjo ndarje, sepse lëvizjet e Brikenës, storyt e Brikenës në mënyrë provokuese, do me thënë më japin asocoj në një historit më hershme që po rikthehet në bumerang, që unë e kam parë, që ne kemi komentuar, dhe mua nuk më duket një lëvizje e sinqert kjo, po më duket më së shumti lëvizje në super klikime, do me thënë kanë rritur followersa që të dy, dhe thjesht janë duke parë numrat me shumë zero që i kanë në për storyt e tyre, dhe kjo ndoshta u jep eufori pozitive që të postojnë më shumë story, të paktën Brikena, sepse Mateo nuk poston. Tani çfarë po ndodh në këtë luftë të madhe, të klikimeve, të komenteve? Mateo do t'jetë pjesë e Shizon Top. Pse pikërisht tani Mateo është pjesë e Shizon Top? Tani Shizon Top, suksesin e tij si emision, e pati në momentin kur ishte Mateo Bori dhe Brikena pjesë e atij emisioni. Do me thënë, jo më kohë të hapën me Mateon me Brikenën, sepse Mateo dhe Brikena ka një fanbase të jashtëzakonshëm, kanë shumë klikime, kanë shumë fansa, kanë shumë njerëz që i duan dhe i ndjekin, dhe produksioni i Top Channelit e mendoi bukur këtë gjë dhe tha që unë Shizon Topin do ta hap me Mateon dhe Brikenën, sepse janë pikërisht këto të dy që këtë format televiziv, nga që nuk është një format që mund të tërheqë një audiencë të çmendur, sepse është shumë i kufizuar si format, por këtë formatin vetëm këto të dy mund ta bëjnë shumë viral dhe mund të komentohet jashtëzakonisht shumë. Dhe në këtë mes, Shizon Topi, edicionin e parë pati një sukses të jashtëzakonshëm, do të thënë mbaj mend unë që në momentin e parë kur videoja u hudh në YouTube, ato 3, 4, 5 minutat e para, 6 minutat e para, do të thënë
vajti videoja 10.000, 20.000, 25.000, me thënë kishte një kureshtje të madhe për të ndjekur Mateon dhe Brikenën. Dhe pikërisht tani, në këtë fluksin e madh të lajmeve që përflitej që Brikteo, me thënë Brikena dhe Mateo janë ndarë, Shizon Top përzgjedhën që Mateon ta rikthen pjesë të panelit për normalisht për klikime, sepse të dielën e gjithë vëmendja do të jetë tek topi për të parë se çfarë do të thotë Mateo, edhe pse unë nuk besoj që Mateo do të thotë diçka për marrëdhënien e tij me Brikenën. Thënë kjo, e dyta, ka patur edhe ca thashe theme që edhe mbrëm në fakt të lexoja dhe më shokonin, që Brikena dhe Mateo qënë kërkan ndarë, shkaku sepse Mateo ka pranuar që të jetë pjesë e Shizon Top. Mua më duket e pa logjikshme kjo gjë. Okej, mendoj që meriton të në atë karige të jetë Brikena, sepse është pak më kompetente për të dhënë mendime, për të dhënë analiza rreth kësaj sfide, do me thënë rreth këtij formati, nga që vetë vjen nga një format i tillë, por nuk ma merr mendja që një çift i cili ka ndërtuar tashmë lidhjen e tyre shpirtërore të fortë do të ishte në shkatërimin e tij nga vetë fakti sepse Mateo ka pranuar një përgjigje që të ishte pjesë e një formatit siç është Shizon Top, një format goxha i ndjekur. Unë mendoj që Brikena do ta kishte shumë krenari që partneri i saj të ishte pjesë i një formati të tillë, edhe pse më duhet ta them, domethënë Brikena është më kompetente për këtë gjë sepse ka qenë edhe Miss, domethënë ka përjetuar pasarela, ka përjetuar formate të tilla dhe di shumë bukur se çfarë të thotë për një format të tillë. Unë me thënë drejtën kam pritur që Brikena të jetë në çdo epizod në Shizon Top, sepse mendoja që televizioni Top Channel gjeti personazhin perfekt për ta patur pjesë të jurisë, por siç duket nuk është e tillë, do të jetë Mateo Bori. Por mua, logjika ime më thotë që kur një çift është i dashuruar, nuk mund të matë në kandar se sa suksese ke ti dhe sa suksese kam unë. Por përkundrazi, do me thënë, janë duke luftuar të dy së bashku, janë duke kontribuar të dy së bashku për të ndërtuar atë dashurinë e bukur të tyre që në fakt i pret në jetë. Nuk më duket një marrëdhënie që po bëhet për inate, për mlefe, për urrejtje kundërdrejt njëri tjetrit, sepse do me thënë këto të dy nuk i pranojnë sukseset, siç ua ka dhënë mundësinë televizioni Top Channel. Tani Mateo do të jetë nga e diela pjesë e Shizon Topit, por a do të jetë Brikena nga data 11 qershor, se jemi shumë afër, pjesë e Top Arenës? Këtë gjë do ta ndjekim domethënë në ditët në vazhdim, por mendimi im, unë jap gjithmonë mendimin tim, nuk ekziston një ndarje, se nuk ma merr mendja që një çift kur ndahet do të kishin këtë mundësinë, do të kishin këtë luksin që ta shisnin veten e tyre kaq shumë, t'i jepnin vetes kaq shumë rëndësi në një ndarje. Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakojmë sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të pozicionuar tashmë tek Ferma VIP. Ferma VIP sot ka nisur ditën mrekullueshëm, do me thënë është një ditë festive. Festojnë ditën e 1 qershorit, ditën e fëmijëve, ku në këtë rast do me thënë përzgjedh që të gjithë fëmijëve t'ju uroj gëzuar dhe qofshi të lumtur në jetën tuaj, qofshin vitet e më të bukura dhe të arta të jetës suaj. Dua pak të ndaloj tek Mimoza dhe tek Zhaku. Ju e dini shumë bukur që Zhaku që në momentin që hyri me atë fasionin, dashurin, pasionin për të qëndruar pranë Mimozës, për t'i dhënë mbështetje Mimozës, për ta duar trokitur fenomenin Mimoza, ashtu siç ky fenomen duar trokitet jashtë. Në ditët në vazhdim, Mimoza dhe Zhaku çuditërisht, domethënë patën shumë dinamika me njëra tjetrën, domethënë patën shumë debate të pakuptimta me njëra tjetrën, debate që në fakt ngritën pikpyetjen tek publiku shqiptar se çfarë po ndodh me këto dy vajza, por siç duket qetësia e Mimozës dhe pozitiviteti i Mimozës e bëri që Zhaku të ulet edhe të mendon dy herë, në qoftë se unë vazhdoj të bëj këtu dinamika negative, po dëmtohem jashtun. Por unë mendoj që kjo nuk ka qenë dinamika e Zhakut.
Zhaku gjatë gjithë kohës fillimet e saj rinte tek dhoma e Agait, ndoshta ka marrë mësime nga Agai se si do ta ndryshonte lojën, se si do ta domethënë ta kthente fokusin te vetja, por mendoj që Zhaku nuk i ndoqi mësimet e Agait për ta ulë mimozën. Ajo vazhdoi në fillim njëherë me inate me mlefe, por e pa që nuk i pinte luga ujë dhe vazhdoi, ndryshoi komplet karakterin, tashmë janë bërë dy miket më të mira në ferm. Pyetja që më së shumti më ka ardhur mua është kjo: Tiron, a mendon ti që Zhaku dhe Moza kanë një shoqëri të vërtetë dhe a do të jenë mike jashtë? Unë mendoj se nga ana e Mozës ka një sinqeritet në marrëdhënien me Zhakun, do të thënë Moza ka patur një lloj muri që në fillim i dukeshte e pabesueshme, se të dy vajzat kishin një histori në mes, ndërsa mendoj që Zhaku kishte një lloj strategjie që të ngrej personazhin e saj, që publiku ta dojë dhe ta duart roket, se normalisht tashmë jashtë të shkrijuar ky fenomeni se kush është afër personazhit që e do publiku gjithmonë është i fituar, dhe në këtë mes unë shoh një Zhaku e cila do të thënë është duke përdorur një strategji që në thelb është një strategji e lexueshme, është një strategji e mirë kuptuar, por është një strategji që në fakt mundet edhe të djeg. Dhe për këtë gjë unë shoh një Zhaku që është pak e trembur për brenda se si komentojmë jashtë. Por gjithsesi e shoh që Zhaku domethënë e dështoi produksionin dhe ndoshta produksioni edhe për këtë gjë është acaruar me Zhakun dhe mund ta heqë edhe nga ferma.